Sotiroi Edi Rama në konferencën e fundvitit me gazetarët po thuaj se mbrojti gjithë aferat korruptive duke nisur nga Balluku, Akshi, edhe ajo më skandalozja e Ergyes Agasit, por nga ana tjetër kishte një lloj shqetësimi dhe një lloj shpërthimi në rastet e këtyre aferave dhe më pas la të kuptohet që ai do të kapet qoftë edhe pas oligarkëve teksa u pyet për lidhjet e Belinda Ballukut me oligarkët apo dhe vet ai teksa deklaroi se do të takoj këtë doj sa i përket pjesës oligarkëve. Ju si e keni lexuar këtë konferencë të Edi Ramës? A është ai tashmë i trembur nga spaku apo është duke shtrënguar radhët po themi nga ajo që ka ndodhur qoftë me Ballukun, Akshin dhe Agasin? Shikoni, pikë pari duhet vënë në dukje që nuk ka dallim midis rrjeteve që qeverisin dhe këtyre rrjeteve që shfrytëzojnë qeverisin. Madje do thoya që nuk ka dallim midis rrjeteve që qeverisin, rrjeteve që shfrytëzojnë qeverisjen, sindikatës ndërkombëtare të krimit dhe rrjeteve që marrin tendera dhe para për opozitën. Pra janë të gjithura ngushtësisht të lidhura. Prandaj më parë po thoya që nuk ka dalje brenda kësaj parie, sepse nuk është çështje që arreston Ergyes Agasin dhe mbaron koordinimi midis mafias ndërkombëtare dhe qeverisjes. Do të vendoset një Ergyes Agas i ri. Do të vendoset një dikush tjetër i ri. Përpara Ergyes Agasit ka qenë dikush tjetër që është marrë me këtë punë, ka qenë një njerëz që ka qenë kryebashkiak i Durrësit. E të gjithat këto kanë ndodhur nën hundën dhe nën syt e të gjithë njerëzve dhe edhe opozita vet është marrë me çështje sipërfaqësore të cilat nuk shkojnë tek thelbi. Pra kjo është e para që nëse ne shohim sikur Edi Rama do të mbështetet tek oligarkët, ne duket sikur themi që ka dallim midis Edi Ramës dhe oligarkëve. Nuk ka oligark pa Edi Ram, pa Sali Berisha dhe pa Ilir Mete, pa Fatos Nano në ndjer, dhe nuk ka Edi Ram, Fatos Nano, Sali Berisha pa oligarkët. Pra janë të lidhura ngushtësisht, janë dy mekanizma të njëjtit motor. Motori nuk ecën nëse njëri nga mekanizmat nuk funksionon. Nuk mund thuash që nuk e dua unë impjantin elektrik, sepse pa impjantin elektrik nuk të ndizet makina. Kjo është e para. E dyta, sigurisht që ishte paktën në pamje të parë, duke i fort i tensionuar, sikur e kishte kapur rrufa pak kryeministrin, ai zakonisht nuk del me rrufë, po kush e di si e ka pasur hallin. Ishte i tensionuar, sigurisht që foli me një gjuhë më të madhe force se sa flet zakonisht, ai zakonisht fshihet pas tropeve evropiane të një artisti i cili në politik ka rënë rastësisht dhe ende nuk e ndjen veten politikan, fshihet mbas atyre modeleve të koshit të basketbollit në zyrë, e të atyre pikturave që duket sikur nuk janë të njeriu normal tek zyra e tij. Por këto janë të gjitha fluff, i thonë amerikanët, janë gjitha kasht që nuk ka të bëjë me thelbin. Thelbi është që ai praktikisht në atë dalje foli drejt për drejt kundrejt atyre që kanë në dorë fatin e tij, që është spaku i kontrolluar nga ndërkombëtarët. Pra ai praktikisht shpallin e luftës që unë e pata thënë këtu tek ju para disa muajsh, e bëri të hapur në daljen e tij në fund vit. Ai tha kemi luftë dhe unë do të luftoj deri në fund dhe ju mua nuk më mundni dot, sepse unë kam gjithë këtë thes të madh, trukesh, ndaç politike, ndaç ekonomike, kam mbështetje, ne nuk e lëshojmë këtë. Ajo që unë i thash më parë është që mënyra se si paria e ka shtjelluar këtë lloj faze të sundimit vet edhe më parë, edhe përpara 97-s, ka qenë pikërisht dobësimi i shtetit. Pra, shpeshtimi i vrasjeve, shpeshtimi i krimeve, lënia e shtetit djerë, ose lënia, ose të flasim për atë tubin e Vlorës, që mbeti një qyteti i kryeministrit pa ujë për javë të tëra ose ditë të tëra. Të gjitha këto janë pjesë e dobësimit të kapacitetit të qeverisjes, të shtetbërjes, e cila bëhet me qëllim. Njerëzit mendojnë që ishte nga paaftësia. Jo, nuk është nga paaftësia, bëhet me qëllim. Dobësohet shteti për ta lënë atë në duar se
kur nuk ka vakum në politikë. Kur do psohet shteti, dalin aktorë të forcës në lojë, të cilët përballen me njëri tjetrin dhe njerëzit duhet mbështeten tek këta aktorë të forcës dhe këta janë në kontroll të aktorëve të forcës, ta bëhen pastaj përfaqësues të kontrollit të forcës, është pikërisht ajo që ndodhi në 97-ën. Dhe drejt kësaj rruge po shkojmë. Ky është një nga shqetësimet e mëdha që un kam, që e kam parë për shumë kohësh, që e kuptoj që njerëzve ju duket si një gjë, jo mos se s'ka mundësi, se nuk bëhet më, se nuk ka më njerëz që ta bëjnë atë punë, është edhe më keq. Në 97-ën kishte një kontroll të strukturave, kishte një lloj kahje çështja. Sot kontrolli është shumë më i holluar i strukturave, ka shumë urrëtie ndaj gjithkujt dhe një shpërthim i tillë do të ishte katastrofik për shqiptarët. Kësaj duhet i ruhemi, prandaj duhet që mos shohim Edi Ramën apo Sali Berishën, po të shohim Parin si armiku kryesor i shqiptarëve. Që të mos mbërrim pastaj tek një 97 bis 10 fish më dhimbshme ku të rrezikohet ekzistenca jonë, se ne harrojmë që 97-a nuk është shumë larg, është gati më pak se sa 30 vjet. 29 vjet i bien, rrezikojmë ekzistenca e shtetit shqiptar. Mos kishte qenë Tansu Çiller, nuk e dim se si do ishte Shqipëria sot. Pra, duhet që ta kemi të qartë që nuk është fort aq larg sa duket, pavarësisht luksit, pavarësisht fishekzarave, pavarësisht festave luksoze, e verës së shtrenjtë që pihet në lokalet e Tiranës, nuk matet forca e një shteti natë. Sipas meje. Zoti Roy, si e komentoni faktin që Ergyll Sagasi pothuajse kishte ndërtuar një lloj shteti paralel tek ai shkonin zyrtar, deputet, ministra, të cilët jepnin llogari dhe më pas ai hartonte raporte të saktura, të cilat ja dërgonte Edi Ramës. Çfarë do të thotë kjo lidhje e politikës me krimin organizuar ku Ergyll Sagasi ishte koordinatori në këtë rast? Do të thotë që vërtetohet ajo që unë sapo shpreha retorikisht më parë, që shteti shqiptar është një shtet i kapur nga interesa e krimit ndërkombëtar, është një shtet që funksionon në bazë të ligjeve dhe të marrëdhënieve midis njerëzve, të bazuara në ato që bën krimi ndërkombëtar, dhe Ergyll Sagasi është vetëm njëri nga njerëzit që thuhet në gjuhën popullore i ka rënë bixha, që të ishte njëri që të përfitonte nga kjo dhe sillej pikërisht ashtu siç është, siç duhet sillet një koordinator i krimit, herë duke dhënë urdhra në emër të kryeministrit, herë duke dhunuar zyrtar, duke marrë peng. Pra është praktikisht një personazh i krimit organizuar, ashtu siç janë edhe të gjithë politikanët, të gjithë njerëzit që janë marrë me politikë në Shqipëri. Ndoshta jo të gjithë, se duhet jemi të drejtë, po pjesa më e madhe e njerëzve të cilët kanë qenë në pushtet dhe në opozitë, të cilët janë marrë me politikë aktive në Shqipëri gjatë atyre 35 viteve, janë njerëz që në mënyrë ose tjetër janë të kapur nga krimi organizuar. Kjo duhet na bëjë të reflektojmë. Jo thjesht Ergyll Sagasi, që është një emër që mund të ketë lidhje shumë më të thella se sa ato që duken, por këto mbeten për të vërtetuar, se në fundit duhet thënë edhe kjo në Tiranë, gjithkush nuk punon kurrë për një padron. Shumë kush lidhjet i mban me disa padron. Dhe këtu nuk flas thjesht për politikën e brendshme, por flas për aktorët jashtëm, shtetet huaj e tjerë. Siç e thash, është një çerë dhe spionazhi ndërkombëtar Tirana. Është një han pa porta ku gjithkush mundet me hy, ku borxhi është më i lartë se sa në shumicën e shteteve të botës tretë, atyre shteteve që i ndihmon OKB-ja që të mos vdesin për bukë, pavarësisht se luksi është në majat e vetë. Zoti Roy, ka një tezë sipas së cilës perëndimi, kryesisht Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, e pranojnë lidera të tillë autoritar si rasti Edi Ramës, dhe në formulimin e asaj që quhet stabilitokraci, pra që mjafton që të jetë stabiliteti pavarësisht se liderat janë të korruptuar apo janë të lidhur me element të tjerë të krimit organizuar. Por kur vjen puna te këto element që përmendët ju, pjesa e spionazhit, pjesa e trafikut drogës, pjesa e krimit organizuar, a mund ta tolerojë Shtetet Bashkuara të Amerikës Edi Ramën sa i përket dhe vetë interesave të saj në rajonin e Ballkanit?
Shikoni, unë mendoj që njerëzve ju duhet thënë vazhdimisht, duhet t'i bombardoj me këtë idenë, sepse janë bombarduar me të kundërtën, me idenë e gabuar që shtetet ndërkombëtare në përgjithësi, po dhe shtetet e fuqishme në veçantë, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i bëjnë këto punë me emocione. Janë emocional në këto zgjedhjet e tyre. Nuk ka asnjë lloj emocioni në politikën ndërkombëtare, është një racionalitet i frikshëm, i bazuar thellësisht dhe tërësisht tek interesat e shtetit përkatës. Dhe në fakt, kështu duhet të jetë, kështu ka qenë që nga antikiteti, kështu duhet të jetë një shtet serioz, kështu duhet funksiononte. Kështu duhet funksiononte edhe shteti jonë, por në vend që të merren me interesat e shqiptarëve, ata merren me interesat e tyre. Interesat e veta, me mbetjen në pushtet, ruajtjen e rrjeteve të tyre të pushtetit e tjerë e tjerë. Pra, thënë kjo, unë mendoj që sigurisht që në qoftë se nuk prek interesat e thelbësore të shteteve të huaja, sigurisht që shtetet huaja nuk do të merakosen shumë për korrupsionin ose për skllavërinë e shqiptarëve nga qeverisja e tyre. Megjithatë, unë do thoja që është ky prag në një farë mënyrë është e kaluar, për shkak se po të ishim në atë fazë, nuk do të kishim daljet, pra SPAK-u praktikisht e ka rrethuar me një kornizë korrupsioni zotin Rama, nga e cila ai nuk del dot më. Ndaj edhe në 31 dhjetor ai tha, jo, ne kemi bërë gjitha këto dhe mirë kemi bërë që i kemi bërë dhe ne nuk pyesim për njëri. Sepse di që nuk mund të fshihet më, nuk mund të thotë dot më ma kanë bërë. Deri dje ishte ma kanë bërë mbas krahësh, unë nuk përgjigjem për të tjerët, drejtësia është e para, ne jemi të parët e të tjerë, ne e bëm SPAK-un, ka thënë dikur se njerëzit harrojnë. Nëse ai ka bërë SPAK-un, me këtë që thotë sot duhet paktën dilte dhe t'i kërkonte falje shqiptarëve që e bëm gabim. Po as atë nuk e bën dot, sepse SPAK-u nuk e ka bërë ai, SPAK-un e kanë bërë 140-0 Parlamenti i Shqipërisë me një SMS të ish ambasadorit Lu. Është ai që kërcente me ish presidentin Meta ato vallet popullore në pritjet e fundvitit, nëse nuk ju kujtohet njerëzve, se njerëzit i harrojnë e merren me emra të tjerë, me emërtime, me gjëra emocionale. Ai që kërcente atë vallen e bukur të skraparit është ai që me një SMS i bëri këta që të votojnë 140-0. Kjo është gjendja. Pra kushdo që del tani dhe thotë jo po sovraniteti, ato janë pralla. Sovranitetin e Shqipërisë këta e shesin për një gotë verë të Ergyes Agasit. Jo shishe, gotë. Po t'i ftoja në tavolinë dhe t'ju japi një gotë nga ajo shishja 3.000 euro, që këtyre ju duket se kanë mbritur majën e intelektualizmit botëror, pavarësisht nga vinë dhe se si sillen, ajo ju mjafton atyre. Kaq e kanë ata çmimin, një gotë verë.